Programi kush ka kopjuar kë, Rez, për ty? Sepse Berisha doli me propozimin për pagat, 500 euro, pensionet, pasaj edhe Rama tha këtë shifër, pra kush ka kopjuar kë? E di që... Jo, është banale si diskutimër, që si unë si intelektual, tani në qoftë se do të diskutoja me këta të lodhurit të opozitës, pse industria shqiptare ra 28% 3 mujorën e funit? Pse 6.000 persona dolën nga tregu punës së asaj të quajtur industri fasone? Pse bujqësia, në momentet që ne flasim tani, ka rënë me 1/4? Pse ne po marim X, Y, 5 probleme që janë evidente fare, dakord? Qa po ndodh me arsimin e lartë për fuskotore? Këtë krizë e pensione që ju thoni që do vi për 5 vjetë, si mund të shmangin për këto 5 vjetë? Si mund të ndryshojmë këto 5 vjetë? Dakord? E tjera. Përgjigja e opozitës shqiptare, që ky zotria na kopjoj programin, është si puna ati filmit shqiptar me atë gocën që thoshte më lëpiu gjalpin. E mbarman? Më lëpiu gjalpin. Tregon impotencë mendore, mungesë organizative të opozitës shqiptare, kapaciteti intelektual çuditërisht i organizate aq të madhe që e ka kapacitetin intelektual, unë e di që i ka njerëzit kapacitet intelektual të pashfrytzuar, dhe tregon që atë hipotezën që unë të hodha herën e fundit ty që ose këta janë budallënj ose këta janë shejtener, po unë për budallënj nuk i di. Dhe në besimin tim të janë shejtener që e ka lënë lojën në tavolin, dhe ndërkohë që po krefet nga krahu tjetër gjithë shka. Dhe se sa ta krefin ata në emrin tim, unë sugjeroj dhe shqiptarëve që më mirë ta krefin vetë në emrin e tyre, që kanë për të krefur, se është gjynof që të na e krefi opozita në emrin e vetë. Pra, ha buk opozita, shet fatin tonë edhe ne trim në treg si gjulur dym komplet. Rez, duke parë gjithë çfarë preti, si e pret, fushatë zyrtarisht 2018, por si e pret të vjojë kjo fushatë? Çfarë pritshmërish ke? Rama me pasaportën europiane, Berisha me premtime. Edhe Rama me prallë, të dyja me prallë, nuk është çështja aty. Pjesa më e bukur e kësaj që po bën Rama është loja e shahut. Domethënë është e rrallë për një politikan të atij kalibri, për një kryeministër, të dalë vizoli para 3 ditësh dhe tha, zotri ne do fitojmë se s'kemi kundërshtar. Ti e kupton që përpos gjithë PR-it dhe medias apo banaqeve që janë në darkë, që janë kaps komplet, kjo është thënie epike më. Nuk e di kur e tha 2 apo 3 ditë para, nuk e di, që tha ne do fitojmë se s'kemi kundërshtar. Nuk ka thënie më epike se kjo më, që si nuk e ka kapur njëri këtë. Kjo është ta interpretosh psikologjikisht, politikisht, ekonomikisht, kjo është spektakël. Timi është spektakël, ta them seriozisht. Të dalin politikanë atë kalibri, kryeministri i Shqipërisë për 12 vjet, që do bëhet 16 tani. E thotë ne do fitojmë se s'ka kundërshtar, është epike më, është epike. Jo lasivita që e ka i CV-a rezumea që e ka i kus do të vim, mblidh gjithë sherifët e Ish Westit, edhe Clint Eastwood bjere. Edhe Clint Eastwood bjere këto, dakor? Nuk e shpresa që... Zero më fare. Të ta thash herën e kaluar këtë punë e shpresës. Kur ndodhia më e madhe që mund të ndodhte në Shqipëri, siç ishte arrestimi i Lalkës, nuk u kapitalizua, çfarë preti të ndodhi më bab? Çfarë do ti të ndodhi? Çfarë preti të ndodhi? Kjo e bën që çdo skandal që ndodh nga e majta të diskontohet publikisht. Para 2-3 vjetësh, po do ndodhte një skandal siç po ndodhin tani nga e majta, nuk do diskontohesh kaq kollaj. Por edhe njerëzve u ka vdekur damarja. Ti e pes i thoshin ata për atë punë e salçiçes me pulës që ishte me salonën. Po, pulën, po. Si thoshte ai, po jemi mësuar edhe ai tani, nga ka bërë organizmi, jemi në rregull, po e kupton.